Ti beson tek fasting? Të gjithë bëjmë fasting. Të gjithë bëjmë fasting në një farë forme sepse nuk ushqemi gjatë natës. Kështu që nuk është se fasting është diçka e re, thjesht duhet ta bëjmë në një mënyrë të optimizuar dhe shumica e njerëzve e bëjnë gabim. Shumica e njerëzve anashkalojnë mëngjesin, fillojnë vaktin e parë ka ora e drekës dhe pastaj vazhdojnë. Ideja e fasting ka lindur pikërisht për jetëgjatësinë, por njerëzit nuk e dinë, përdorin për humbje peshe. Fasting i parë që ka folur për fasting ose intermittent fasting, nëse flasim për atë, e ka thënë Walter Longo. Ka folur për fuqinë që ka në procesin e vet pastrimit, vet riciklimit. Po, që është autofagjia që thashmë përpara dhe ndodh gjatë natës. Naturalisht ndodh gjatë natës, nuk është diçka që ti e kontrollon. Dhe nëse ti konsumon ushqime shumë afër procesit e autofagjisë, domethënë në darkë, ai proces nuk do jetë më aq eficient. Prandaj nëse dëshiron sinqerisht të bësh fasting të zgjatur, është mirë të hash mëngjesin herën. 7. Po. Le ta themi kështu. Po. Brutalisht. Brutalisht.